i kontrollu. Është dhe edhe një sy si është gjendja. A kanë ushqim, a kanë pjellje. Që u e gërsu i qik, po. Mundohem të hyj sa më thellë, mos rrimi i nxjerr gjitha kornizat. Se s'ke që më ju pa thjesht me mjalt janë. Dhe si shihet kësaj nuk i kanë vu polisterol fare nësore, se kjo është një nga këto kosheret që janë janë 4 cm të trasha, e zi kanë vendos fare polisterol. Kesh më mundohem të hyj sa më thellë, që ta shohim nëse kanë do pak pjellje apo jo. Sepse tek disa që i kontrollova kishin pjellje, ja edhe kjo. Që kur t'ju them unë, kur të më dëgjoni duke ua thënë diçka, ju duhet me besu. Duhet me besu sepse unë e di se si funksionon dhe se qa funksionon. Tek zona ime e di, tek zonat e juja nuk e di. A jemi me 14 dhjetor, ja tek e keni. Gjysme e kornizës është me pjellje, ja dhe krau tjetër. Këtej me mjalt, këtej me pjellje të bulosur. Por që unë s'kam as interes më as me ju rrejt, as mos me ju rrejt. Unë e di shumë mirë se qa funksionon dhe se si funksionon këtu. Sepse i kam bo gjaja këto prova, kaq kohë. Edhe kjo është me pjellje. Këtej është me pjellje të re, këtej është dhe me pjellje të bulosur. Nuk e di se a mund të hapim pak se nuk po du me e lanë dhe unë që të rrijet stofet, sa po kanë dalë blejt të reja.